Unë kish shkru Benedit njoni privat ma kish bo qysh po thuti që i gratë kanë drejt e bu rej, aty jem veç musafir dhe s'kan kush farhi se s'bë mu përzi sen atu. Unë është mu qudit me këta njerës vitin 2025, halo me pas kësi mentalitetit viteve 70, 80, kjo është merë. Qysh bre njeri thët grus që dhe vet e ka marë edhe ka martu, e ka dosh me kryu familje me të, e flen me të për çdonat, mi thonë, hej, ti më sheligojnë këtu mos falë sen, se ti veç musafir i. Musafir është dikush o vlla që të vjen një ditë ose rreth 3-4 sahat edhe hes të shtëpia e vet. Nuk është gruaja musafir. Të pëlqej ty ose s'pëlqej, ai është trashëgimtari i asaj shtëpie. Nesër ty desin prind me kanë kime me gruan tënde dhe me fëmijën. Po që Zoti mos e bëv des edhe ti para gruas. Kuna kam i met shtëpia, kam i met gruas tane, edhe fëmijëve tu, ata kam e trashëgu. Kështu që le atë mentalitet këfjellu pak se gabim e ki se qa po fol.